Kryerja e marrëdhënieve seksuale në moshë ende të mjitur po kthehet në një problematik në rritje nga viti në vit. Të mjiturit dhe adoleshentët i kanë nisur marrëdhëniet seksuale rreth moshave 13 dhe 15 vjeç. Vitin e fundit duket se mosha është ulur edhe më shumë për vajzat, të cilat po fillojnë aktivitetin seksual qysh në moshën 10 vjeçare. Mjekja ginekologe Marieta Boraj e ngre me shqetësim këtë fenomen, ndërsa apelon se duhet të bëhet një punë më e madhe në shkolla. Boraj thekson se shpeshherë këto raste bëhen edhe objekti mjekut ligjor, duke krijuar konflikte mes familjeve dhe individëve. Vendi jonë dhe ne do ta zhvillojmë. Marrëdhënie seksuale në moshë të re keni? Po. Po. Madje në përshkolla do të bëhet një punë e madhe për këto, sepse fillojnë në moshë shumë të hershme tani. Çfarë moshë? 10, 11, 12, 13. Po, edhe në këto moshë. Po. Janë edhe raste që bëhen edhe objekt të mjekut ligjor, sepse vin familja, hyet në konflikte vajza me djalin apo me familjen e saj, me familjen e djalit, edhe janë shoqëruar edhe me probleme të tilla. Në 2 vitet e fundit në Vlorë janë shtuar rastet e shtatzanive në moshat 14-15 vjeçare. Sipas mjekes ginekologe Marieta Boraj, nisja dhe përfundimi një shtatzanie në këto mosha përmban shumë rreziqe për shëndetin e këtyre vajzave, por edhe vështirësi të mëdha për vetë mjekët. Në moshë 14-15 vjeç kemi pasur goxha në këto 2-3 vitet e fundit. Edhe për ne se një fëmijë 13-14 vjeç që të nisë shtatzaninë ta përfundojë mbart rreziqe dhe për ne është një situatë pak e vështirë. Mjekja Boraj thekson se përgjithsisht këto raste vijnë nga fëmijët me familje që kanë probleme sociale, me prindër të divorcuar dhe me vajza dhe djemë të lënë me gjyshrit apo me të afërm të tjerë. Përgjithsisht kështu kanë qenë, do të thënë familje, nëna dhe baba të divorcuar, të lëna me gjyshet apo me njerëz të afërm të tjerë. Kështu kanë qenë familje me probleme sociale. Në këto kushte duhet më shumë sensibilizim mes të rinjve për të mësuar atyre pasojat që mund të kenë nga marrëdhëniet seksuale në moshë të vogël.